Po, realisht shumë pak njerëz dinë për këtë, për shkak edhe të jetës së tij do të përplot me turbulenca, pasi që ai dyshohet se ka një të kaluar kriminale për dhunë në familje, për nxitje të urrejtjes, ndërsa problemi më i madh për të është se ai përveç probleme familjare ka pasur tretman të vazhdueshëm psikiatrik obligativ. Pra, shumica e njerëzve, jo vetëm në Prizren, por edhe nga prejardhja që ka nga fshati Fortesi, komunës Aravecit, shumë pak kanë pasur mundësinë të takojnë ata, dhe është një tip i heshtur, një tip i mbyllur, siç e njohin pak njerëz në qytetin e Prizrenit, dhe tash problemi më i madh është se rasti ka ndodhur në fillim të muajit të Ramazanit. Domethënë, ka qenë dita e tretë e agjerimit për besimtarët musliman, dhe kjo ka nxitur një pakënaqësi të madhe tek komuniteti musliman, i cili është komuniteti më i madh në fetar në Kosovë, e sidomos në Prizren. Kjo gjë ka tronditur gjithë qytetarët, pas që Prizreni përveç shembullit të bashkëjetesës së komuniteteve, llogaritet edhe si shembull i harmonisë ndërfetare që kanë gjitha komunitetet. Pra, kemi të bëjmë me një rast, do ta quaja kështu, të izoluar paksa nga personi, pasi ai nuk ka shumë komunikim dhe nuk ka patur në të kaluar komunikim me njerëz të afërm të tij për shkak të jetës të kaluarës së tij, e cila ka qenë jo aq. E kuptoj. Megjithatë, nuk është rritur në Prizren. Nuk kam Nuk është djalë pra Prizreni, që të thoni që ju komunitete jini, se Prizreni është një qytet, domethënë e këndshme, e mbyllur, e mbledhur, njerëzit njihen me njëra tjetrin, pra ti ja nxjerr fundin, si thuash, në një ecje në një shëtitje. Është nga një fshat i komunës së afërme këtu, Travecit, që diku rreth 25 kilometër, 30 kilometër nga Prizreni, është afër, por që nuk ka atë, do të thoya siç thënë edhe këtu, nuk është rritur me atë kulturën qytetare të Prizrenit, e cila ka një trashëgimi të pasur, por gjithsesi është shqetësuese sepse raste të tilla nuk kanë ndodhur në Prizren. E kuptoj. Prizreni, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, është qytet ku me të vërtet mbretëron një atmosferë të interesante për ata që nuk e dinë se si mund të kremtohet dhe si mund të kalojnë në agjerim qytetarët, pas që rrugët janë të bushatisura, një pjesë e lokaleve, bizneseve janë